Ilir Gjuni, 78 vjeç, në fshatin Adriatik të Kurbinit, konsiderohet më të prekurit nga përmbytjet. Prej ditësh ndodhen të izoluar nga prania ujit që ka rritur deri në afro 1 metër. Dëmet janë të konsiderueshme. 78 vjeçari tregon thuajse me detaje gjithë atë që ka ndodhur në pronën dhe banesën e tij. Ende nuk ka ndonjë bilans të saktë ajo çfarë mund të jetë dëmtuar nga rreshjet, ndonse shiu është ndalur. Niveli i ujit nuk ka lëvizur, shkak mbetet çarja argjinaturës së lumit Droj, duke pushtuar nga uji dhe qindra tokë bujqësore. Për Ilirin nga fshati Adriatik, dëmet me orëndit shtëpiake, pajisjet elektro-shtëpiake, bletari, prodhimet bujqësore e tjerë i te kalojnë parashikime, ndërsa kati i parë i banesës Dykaçi është ende në prani të ujit, thekson ai. Këtu jena në magazinë e ushqimeve, këtu i maj millin e maj ushqimet, maj zërzavatët e këta. Këta kanë marru çdo gjë që ka marrë fund, siç e shef edhe vetë. Ka shpëtu pak njëllë që ty, asë gjatë ditër. Tani do shkojmë ke magazina e madhe, magazina e pjesëve që e makinerive që maj për të punuar për të ashtu. Edhe pastaj do shkojmë shohim dy stallet, stallën e pulave dhe stallën e lop e deleve. Do të më largoj ujtin. Të më largoj ujtin dhe të më rregulloj rrugën që të kem mundësi me shku ke doktori, ke shkolla fëmijët, ke puna nusja, me morë furnizim me ushqime për fëmijët, e për familjen, për mjekësi, për shëndetësi, për ke farmacia, kudo, unë pa rrugë jam i bllokuar vetë i shtati. Dhe këte jam i izoluar, dhe këte ja kam parashtru kryetarit njësisë bashkiake, zotit Alfred Martini, që dje, më rregulloni rrugën të pak të rikaftan, për 3 miliona zhavor. Për 3 miliona zhavor, unë ngellëm i izoluar, krejt familjerisht. Nuk mund të shkoj ke mjeku, nuk mund të shkoj ke spitali, nuk mund të shkoj ke farmacia, nuk mund të shkoj ke shkolla fëmija, nuk mund të shkoj ke dyqani me marrë furnizim. Për 3 miliona zhavor. Me hedh aty. Ka që thunë. Dëmet janë mjaft të mëdha, kanë prekur edhe parkun natyror të ndërtuar disa vite më parë, vizituar nga turistët vendas dhe të huaj. Iliri është njëri mjaft punëtor, ai mbashton thuajse të gjithë blegtorin, lop, dele, shpend dhe bletarin, e cila është e dëmtuar. Gjatë rrëfimit të tij, ky i moshuar që nuk njeh lodhje për lotë teksa bi se don për atë fatkeqësi natyrore që e ka prekur.